Thjesht se keni ardhur në top 5 ranking ju Bilar Prime 30. Pra as ma pak as ma shumë po Prime 30. Unë edhe 3. Unë e ky koç e dina se kena hek. Jo ky koç, s'ka met më koç, s'ka met vetëm më koca. Tesh ma finale po afron, top 5 ranking është bën ngushtu me një finalist dalun dhe me një tjetër që pritet film as 2 ditëve me ndodh. Mario për vendin e parë nuk kena nevojë se doli finalisti, vazhdoj me top 4 ranking tam. Shikë, duhet ta theksojmë që ky top 5 duhet me kanë i fundit për nga faza sezonale. Sepse nuk ka më kuptim kur dalin edhe i dyti edhe i treti në thatash, se mandej i morë me vesh se kush janë, por në vazhdim do të kena diskutime mbi top 5-et që ne kena bë herë mas herët, kush janë emrat më të filtruar, më të lakum për top 5-et. Dhe kush ja del, si me thënë, me më shumë rezultat. Dakor? Po para fund, si me thënë, as do bëjmë ne kush e fiton vend parë 2-3. Po patjetër, po jo top 5. Ajo top 5, okej. Bëjmë një renditje të top 5-it definitiv, si me thënë, kush si del përfundimi. Vazhdo me top 5-in tem. Unë i kam ngulit pra të një 2 javë treshen e parë, që është Rozana. Për arsye që tashmë edhe i dim edhe i kena konfirmu. Në vend dytë është Gjë, se nuk du me i thonë ma emrin. Dhe në vendin e tretë... Ata the mund që... Po. Pra ata që nuk e din. Gjë është të dytë. Bravo, për arsye që ka pas ato ekzibicionet gjatë sezonit, edhe është me dopjo sezon mikurriz dhe ka një fanbase ashtu. Por që për mendimin tem nga Prime, nga java e kalume mund të kishte kanë edhe jashtë kësaj pesjes, po. Atëherë hyn punë shia dhe jo teknika e lojës, që domethënë unë dështoj të top 5-in nëse nxjerrë është, por kështu. Vend dytë është Gjëja pra. Në vend të tretë është Laerti. Dhe Laerti edhe me këtë linjën e jetës që ne herë mas herët nuk e kena llogarit që do t'i bësh edhe një kol për Laertit, pra edhe pse ka ndajt në gjumë, edhe pse i kryu atë të lashë, pse bani atë kompromisin kur iku bona, i erdhi edhe ekspozimi linjës jetës ku ka lënë shumë tregime nga jeta vet private të dhimbshme, interesante dhe ka tregu mi gjitha një pasuri kulturore. Pra është një personazh që ka një larmi kulturore brenda tij dhe kjo dha një tjetër spuntur për me kanë në treshë i ngulitun, si treshë që kam thënë. Në vendin e katërt. Në vendin e katërt qëndron tashmë e ngulitun Gerta. Sepse nuk është aq rezultat i keq humbja në televotim me Rozane për finalist i parë. Sepse është një sebeb që në 3 primet në vazhdim dhe në finale, pra, me thanë që shikon, Gerta mori mesazhin që nuk është aty ku duhet dhe i dha gaz deri në fund. Sikurse mundet me kanë edhe penalizuese për Rozanin që mori një mesazh pozitiv Rozana dhe e lëshoi lojën mas dorët, pra, prandaj edhe rak. Kështu që unë e shoh pak goxha favorizuese televotimin edhe pse negativ për Gertën, e shoh shumë plotësuese për lojën e saj, sidomos për më shkuën finale me kanë në diskutim të plot. Gerta në vend 4. Në vendin e 5, Joni, unë definitivisht do vendos Jozin. Sepse, si që spjegova edhe të Gjëja, të vendi i dytë pra, që unë e kam ngulit, që unë s'ja përmend do të as emrin, por edhe ki tjetri ka pas sa dushti të lashe me faktën se si e shofun parimisht, me sjelljen si një qytetar në thash. Dhe me qenë se edhe Aldo doli, pra nuk rrezikohet në një surprizë kështu. Kjo eja shoqja Gjës nuk e shoh fare, domethënë, nuk biles se kam pa që ishte eja e parë, jam eja e dytë është edhe më gro. Edhe Loredana është shumë pozitive, shumë okej, a kupton, po është i fijesi shumë për me kanë finalistë dhe megjitha nuk ka favorin e Jozit që Jozi është i rikthyer. Okej. Du njenin që është rikthyer në finale, si mas kemes neve. Shkurtimisht, po i them edhe një herë, Jozi pra është i 5-ti në finale që e shofun, për top 5-in e fundit që po thojmë. Edhe shkurtimisht edhe një herë, renditja jeme në top 5 është kjo. Rozana, Gjesti, Laerti, Gerta, Jozi. Po. Pranohet? Pranohen. I gjojmë të shti 5-ën listën e 5-ës tonë? 5-ën teme, du ta fitoj i pari, du ta fitoj Gjesti.
do ta fitoj Gjesti, sepse kjo është një lojë edhe nëse ka një çilët si fëmijë, si ka herë tregon veten në të rritën me të gjana që të habit, është një vetëm një që rrin ka nga mjesit dhe ndark, dhe aty nuk është me ndajet si që rrin Rozana ose Laheti që rrin nejon, edhe përdorin herë mas herë ato vlerat që kanë, edhe që e marrin dorë të kitën me sa. Pra Gjesti, përdesa loj, mendoj që Gjesti për shumë arsye tjera fanbase ka rreziku, ka pas vështirësi, koeficientin e vështirësisë shumë më të madh në krahasim me këto. Kështu që Gjesti është i pari, mendoj të japin Gjestit, duke pa alli fort strategji, domethënë një kampanjë llogaritë Rozan sikur ja plotësuan ato dëshira Gjestit, si kanë bërë asnjë gjë deri si dëshira për jashtë, si kanë bërë halan një dhurat, halan një përveç se mbështetjeve që i kanë bërë gjatë lojës. Po si për jashtë nuk kena pa halan, mund të jetë në kontratë fshet, mund të jetë në llogari që unë nuas që Gjesti duhet bëj. Në vend dytë është për mendimin tim Gjerta. Edhe pse hupi me Rozanën, Rozana u pa që ajo prap sot në përshpi rrotullohet nuk është e lumtur. Duket që nuk ka marrë ka një aty publik që nuk mori atë duart të kitin atë shpërthimin e madh, u duk shumë e pasigurt kur fitoi afu se ka fituar pikun. Duket që nuk është e kënaqur me veten. Përpos Gjerta është edhe ajo si Gjesti, biles atë Gjertën e fus mes dy personave. Gjesti që është një kalama që i ban shilojnash, dhe Rozan dhe Laheti që i fus si dy persona që rrin nejon. Kjo është e njeriu që rrin kohën, debaton tonë kohën, merr pjesë të në lojnat. Domethënë bëhet si mosh vogël ajo në lojna, lot një ashtu me gjakë me shpirt për me fitu lojnat edhe imersiozisht. Për mua këto pika janë të rëndësishme. Në rrymje 5 sekonda. Po. Domethënë argumentimin e vendit dytë për Gertin e ke bë duke u referuar te Rozana. Me atë çatniva edhe Laheti edhe Gjesti. E ke gabim, nuk nime pra. Okej. Ne tam ti nin demek edhe mi konfirmon mua të gjana që ti i shpi nga mendja jote. Kam krahasu me Gjestin, ta kam krahasu me Lahertin. Krahasim me Gjestin thash dhe në mes Gjestit dhe Rozanës dhe Lahertit është kjo. Sepse është pak Gjest e pak vetë i mungon kjo e jashtme background i jashtë me çmimet që si ka profesionin që ka që nuk e ban me kanë ashtu star. Prandaj po për loj vazhdon me kanë kurçe. Në vend tretë është Rozana. Pa diskutim është Rozana, i ka njët sepse ka paktën 3 javë të fundit që e kam thënë ka filluar me lut, por për mua tepër vonë sepse ajo kur duhet ma me lut, aty ku ndin vështirësinë e shmang lojtarin. Aty është luftë me përballje. Ajo ka frikë më përballë me Gertën dhe justifikimi i dop që ka është unë s'llogaris ty. Unë s'llogaris ty, ti dallosh në sy, më që vetëm atë llogarit, ka kënd tjetër s'llogarit. Edhe Gjesti që i lëpiet. Pra, në vend tretë sepse doli edhe finaliste, ka background para besin, fan besin jashtë e shumë gjëra tjera. Në vend katërt është Laherti, që i dje me surprizën, me linjën e jetës, e ka linjën e jetës emocionuese, me ulje me ngritje. Së pëlqen kauza ati për një cop shli, për një cop problemit shpije të hish aty. Pra ne është në vend katërt, nuk ka bën një lojë të fortë. Siç kena thënë, ka ecë me gaz deri për një cop shtëpi, nuk është pak. Po mirë, aktori që ti e kërkon duket shumë, okay. Po pra, mënyra se si e kërkon pra, mënyra se e thot pra, unë kam hi me rregullu një atë shtëpinë e prindëve të mi. E thot troçaj. Kjo bën që me kanë tani aktor si më thon, me background e me karrierë të gjatë, më thon unë kam hi për një shtëpi. Ka aktor që janë të varfër sot si kishim ti ka kurtin, jeton e nuk ja shtrin dorën kujt e më thon unë du me hi për me lyp shtëpia. Gjash shikuar sot, edhe është 8 miliard fish e ma e suksesshme, e ma me emër, e ma mirë me tana se Laheti. Vend 5, edhe pse besoj që nuk ka vend 5, Mario, duket se është me 4 finalista, vendin e 5 du me vu Loredanin sepse është një vajzë që është koherente nga fillimi deri në fund. Mu lojtar koherent që majnë një linjë më pëlqen, edhe mendoj se vlerësohen, sepse kur ka jo koherenca, janë gati me nxjerr e pa vllai mall. Kështu që Loredana për dashurinë edhe për shoqërinë i ka me koherent. Jozi, pra nëse bëjmë paralelizmin me Jozin, Jozi herë ka kaluar ne, herë ne, është tip skuthet, ka filluar me tregu skuthllekun shumë të kohët e fundit biles, duke pasur informacion nga jashtë, edhe ka filluar me bas skuthen. Kështu që Jozin inshallah nuk e vlerësojnë. Me fut vend 5. Jam të fut thjesht se duhet vendi 5, por besoj se janë 4 finalista. Ma kanë konfirmuar disa persona që janë 4 finalista. Gjithsesi vendin e 5 po fus sa për numër, se nuk e meriton finalen para këtyre 4-ve ose edhe tjerë.
Ka që isha më pra? Gjesti i pari, Gerta e dyta, Rozana e treta, Laerti i katërti, Loredana e pesta. Bukur. Të eshtin bukur. Bukur. Që të livja bukur. Sa Marja bukur. të eshtin në i barcalet shpet e shpet. Nuk e të në të forë që në me në i bukur për finale, po në dhujnë në i barcalet të shimë. Unë e kam rrallën. Hajde ti e ke rrallën. Atje kthehena në shekullin e 17 joni. Edhe I këtë setit kërkush i këtë barcalet, se është e lartë. në shekullin e 17, dy pirat të çmendur, që ishin çmend në lundrime pra, ishin fut në spitalin psikiatrik të asaj kohe, spital katastrofë, ke parasysh. Edhe ata vazhdonin rrishin me njëri tjetrin, edhe në grumbullimin e pacientëve tjerë, si më thonë aty, edhe mi po këto çrregullimin e tyre mendor, a di si e kishin janë? Ata ishin çmend sepse të ndajton jetën det, ishte fiksuar që kudo për rreth është det. Është ujë, po. Pra, kanë thonë, më po i rrosin mendit ose s'lehen rrugë mallit, po na plasin në ditë në rrugë. Bukuri, një ditë këta ty hangër në mens aty. Kishin bë planin një ka një cak, edhe me vendos që në filan orar që ikë edhe mjekuroja edhe ata infermierë që i ruajnë në myllën ashtu, ti kalojnë te ajo dera të ashtu, ti hypin terrac spitalit. Me hypin terrac spitalit edhe mu arratis, se s'rrihet më në këtë vend. Shumë bukur. E zbatojnë planin filanor, ikin të shkallat, hypin atje sipër, dalin terrac. Bukur të është. Shtengojnë duart. Gati era po. Hajde, kush po hidhet i po? Hidhet i po mirë po hallem unë. Ai hyp aty në bordur të spitalit atë. Mirë pafshim miku im takona në shpellën filan që e kanë lënë ata takime. Dallë dyshe, në jetë atje poshtë të përzit. Ky tjetri të shpejta racet që të kryt këshu. Hamër, ara mirë. Shumë mirë i thot kjo, veç merr pak hov se kam rënë breg. Sa bukur. E bukur. Goran breg, bregu Goran beton. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Palosi. Që mos hupi më akoma, se na duhet më sa më shpejt këto gjëra. Ta mbyllim dhe shihen edhe Prime 31, do ta analizojmë pak edhe për pjesën e Rozans, për zgjelljen që ka bë, etj që do ketë gjëra. Kanë filluar gjëra të forta në përshpia të bëhet debate, presione etj që do të diskutojmë në hapjen e famshme tashmë. A ngushtu ajo? Në hapjen e famshme tashmë tonën që do ta bëjmë me Prime 31 të martën. Mundona me përpunuat e hapjen, mas t'ja u japim falja së tjetër. Mundona me hall larg, me nën kuptim. Marrin vesh publiku jonë. Kaloshi mirë zjarma subscribe në kanalin tonë, sepse do të vinë video më të bukura se Big Brother. Do kena ide shumë më të bukura, kështu që na bëni subscribe e na ndiqni. Faleminderit shumë. Faleminderit, ciao.